Drejtuesi politik i Partisë Demokratike në qarkun e Beratit, Eno Bozdo, ka zhvilluar një bashkëbisedim për të prezantuar programin e opozitës për arsimin. Bozdo tha se arsimi në këto 12 vite ka pësuar regres dhe kjo sipas tij nuk thuhet vetëm nga opozita, por dhe nga institucione ndërkombëtare. Bozdo tha se shpopullimi në vendin ton ka ndikuar në uljen e numrit të nxënësve dhe mbylljen e shkollave. Ishte dhe braktisja e Shqipërisë në përgjithësi, që ka sjellë braktisjen e shkollës, që ka sjellë klasat kolektive, që ka sjellë pastaj në efekt domino një zër problemesh tjera që kanë lidhje me arsimin. Arsimi për fat keq është në ato sektorë që janë vënë hapa të mëdha frama. Po këtë e thonë dhe renditët ndërkombëtare, pozicionimi i Shqipërisë në klasifikimin e PISA-s. I pranishëm në takim ishte edhe antari i Komisionit të Arsimit në Partinë Demokratike, Miqerem Tafaj, i cili tha se financimi i arsimit është prioritet për PD-n. Sipas tij, buxheti për arsimin në vendin tonë duhet të shkojë në 12%. Arsimi aktualisht është i nënfinancuar. I kërkuam doktor Berishës që të premtonte dyfishim të financimit. Dhe një vend 8 miliardë euro buxhet, do ta kishte buxhetin e sistemit të arsimit dhe shkencës 1 miliard. Një tregues që kanë vendet të ngjashme me ne, që kanë nevojë të zhvillohen. Dhe ata e kanë rreth 12%. Bashkë me buxhetin për arsimin u shpreh Tafaj, prioritet duhet të jetë edhe mësuesi dhe kushtet e punës për ta.